The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2025 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Mary Branco, Fred Ramsdell, and Shimon Sakaguchi. Tre shkencëtar, Mary E. Brunko, Fred Ramsdell dhe Shimon Sakaguchi, janë shpallur fitues të çmimit Nobel në fiziologji ose mjekësi për vitin 2025, për zbulimet e tyre që ndihmuan në shpjegimin e mënyrës se si sistemi imunitar i njerëzit mëson të mos sulmojë vetveten. Komiteti Nobel në Stockholm tha se kërkimet e tyre kanë hedhur dritë mbi një mekanizëm të quajtur tolerancë periferike imunitare, i cili vepron si sistemi i dytë i mbrojtjes për trupin, duke parandaluar që qelizat imune të shndërrohen në armike të organeve dhe indeve të veta. Profesor Shimon Sakaguchi, nga Japonia, është njohur për identifikimin e qelizave T rregullatore, TREG, që luajnë rol vendimtar në ruajtjen e këtij ekuilibri. Fred Ramsdell dhe Mary Brunko kanë zbuluar gjenin FOX3, i cili është thelbësor për zhvillimin e këtyre qelizave dhe për parandalimin e sëmundjeve autoimune. Zbulimet e tyre, sipas Akademisë Nobel, kanë hapur rrugën për zhvillime të reja në trajtimin e sëmundjeve autoimune, kancerit dhe në përmirësimin e suksesshmërisë së transplantimeve. Ceremonia e ndarjes së çmimeve do të mbahet më 10 dhjetor në Stockholm në përvjetorin e vdekjes së Alfred Nobel.